Pas më shumë se 2 javësh, fshati shpërthet në Kurbin ka dalë nga izolimi krijuar nga shëmbja e rrugës, si pasojë e prurjeve të shumta të lumit Droj. Strukturat e mbrojtjes civile të bashkisë, në bashkëpunim me forcat e ushtrisë, kryen një ndërhyrje emergjente, ku fillimisht u devijua shtrati i lumit dhe më pas u rihap dhe u rehabilitua rruga që u shërben 80 familjeve të kësaj zone. Banorët e vlerësojnë ndërhyrjen emergjente, por sipas tyre kjo nuk ofron një zgjidhje përfundimtare të problematikës. Prurjet e shumta të lumit Droj mund të shkaktojnë sërish të njëjtën situatë. Është bë previzor që nga prurjet e shumta të lumit Droj, është bë disa infrastrukturë pune këtu, por nuk ka në rrugë zgjidhje kjo. Kjo është previzor i herë sa për në rast emergjente, se kaloi fshati se kena ngjerë 10 ditë mbyllur. Duhet një forcë shumë e madhe këtu për lumin Droj. Se lumin Droj e ndërvlerësojmë për shembull sa pru. Po kjo ka shumë prurje të rrezikshme. Kemi dalë nga situata për momentin, por adimi pa fillu. Kanë një korrekt bashkia që në orët e para të përmbytjes e deri sa kanë bo kalimin e këtë banorëve. Kanë një shumë korrekt për emergjencën. Edhe rrugën për emergjencën kanë bo mirë. Po nuk është zgjedhja përfundimtare e rrugës kalimit. Eksploatatorët e të ushtrisë, forca kanë ardhur dhe kanë punu në mënyrë të precizuar. Seta situata siç ka qenë as nota me ditët. Në qoftë se bëhet një punë të bëhet se dëmtë të jenë bën punë emergjence me shpejtu, po mirë është që çdo gjë të bëhet, domethënë si mas shkruaj edhe leku dëm. Kupto? Se duhet studiohet, ka unë inxhinierike, edhe kjo droja është shumë e rrezikshme. Në kohë shirash me intensitet të lartë, lumi Droj ka prurje të shumta, duke u kthyer në rrezik për zonat e banuara. Si zgjidhje, shihet disiplinimi i shtratit të këtij lumi dhe ndërtimi i argjinaturave në pikat më problematike.